Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se erdhët në mësimin virtual e klasa. Unë jam mësuese Miratie Ramadani, mësimdhënëse në shkollën fillore Vëllezërit Milatinovci Strugë. Sot do të realizojmë orën mësimore në Londën Shkencat Natyrore për klasën e tretë. Tema që do të realizojmë sot është ta studiojmë letrën. Në brendi do të flasim për çfarë është letra, llojet e letrës, forma dhe fortësia e letrës, paraqitja skematike e ciklit të riciklimit të letrës, produkte nga letra, kartoni, si dhe punimi nga letra e hollë dhe kartoni. Si mendoni nxënës të dashur, çfarë është letra? Si përfitohet ajo? Cilët janë llojet e letrës? Ku përdoren ato? Pra, letra është një fletë e hollë e përbërë nga pasta e celulozës, e cila në ditët e sotme gjen përdorim shumë të gjerë në të gjitha fushat e jetës. Sot, prodhimi i letrës që përdoret kryesisht për libra dhe gazeta është rritur shumë. Letra nxirret nga brumi i drurit. Drunjtë më të përdorshëm për prodhimin e letrës janë plepi, bredhi dhe pisha. Pra, letra përfitohet nga druri. Këtu kemi disa fotografi nga procesi i prodhimit të letrës në fabrikë. Në fotografinë e parë kemi prodhimin e letrës nga drunjt, ndërsa në fotografinë e dytë kemi përfitimin e letrës ku më të përshtatshëm janë bredhi, plepi dhe pisha. Ndërsa këtu kemi paraqit fotografi nga procesi i prodhimit të letrës në fabrikë. Në fotografinë e parë kemi kontrollimin me kompjuter i prodhimit të letrës, pastaj kemi monitorimi me kompjuter i procesit të prodhimit të letrës, prodhimi i letrës në rolne, prerja e letrës me dimensione të ndryshme, ambalazhimi i letrës dhe në fund kemi transportimi i letrës në destinacione të dedikuara. Tani nxënës të dashur do të njihemi me llojet e letrës. Pra, cilët janë llojet e letrës? Unë në këtë skemë kam përmendur disa prej tyre, si letër tualeti, fshirës e kuzhine, salfetë, letër për shkrim, blok për vizatim. Përveç këtyre llojeve të letrës, kemi edhe shumë lloje të tjera të letrës që i përdorim në jetën e përditshme. Përveç llojeve të letrës, tani do të njihemi edhe me formën dhe fortësinë e letrës. Pra, si mund të jetë letra për nga pesha? Nga pesha, letra mund të jetë letër e hollë, gjysmë karton dhe karton. Pra, si fitohet kartoni? Kartoni fitohet me palimin e 2, 3 e më tepër shtresave të kësaj letre të vrazhna. Pastaj, këto shtresa mes veti lyhen me ngjitës dhe në fund shtypen. Këto e kemi paraqit edhe me anë të fotografive. Në fotografinë e parë kemi letër të hollë, ndërsa në fotografinë e dytë kemi një kuti nga kartoni i vrazhtë. Nxënës të dashur, mësuam se ç'është letra. Cilët janë llojet e letrës? Mësuam për formën dhe fortësinë e letrës. Tani do të mësojmë edhe për procesin e riciklimit të letrës. Këtu kemi paraqitja skematike e ciklit të riciklimit të letrës. Pra, si bëhet riciklimi i letrës? Riciklimi i letrës fillon nga konsumi, mbledhja, transporti, brumi i letrës, pastrimi ose rifinitura, prodhimi i letrës dhe në fund bëhet produkti ose shitja. Produkte nga letra dhe kartoni. Pra, cilat janë ato produkte që bëhen nga letra dhe kartoni? Në këtë fotografi
kanë paraqitur disa produkte që bëhen nga letra dhe kartoni, si dosje me ngjyra, librat, pliku ose zarfi, qese nga letra, një pako nga kartoni i palëzuar dhe disa punime të luleve nga kartoni i lëmuar. Përveç produkteve të bëra nga letra dhe kartoni, do të njihemi edhe me disa punime nga letra e hollë dhe nga kartoni. Pra, këtu janë disa fotografi, pra disa punime të bëra. Punimi i parë është bërë nga letra e hollë. Zogu dhe fjollat janë bërë nga kartoni i lëmuar, ndërsa shtëpia është bërë nga kartoni i valëzuar ose kartoni i vrazhdë. Dhe në fund, zonës të dashur, për detyrë shtëpie keni të bëni klasifikimin e disa sendeve nga letra e hollë, gjysmë kartoni dhe kartoni. Faleminderit për vëmendjen, miropafshim.